miqtë të dashur, mirë se erdhët edhe këtë ditë të premte. Ritakohemi në Villa 24 bashkë me Katerinën. Mirëmëngjes drita ime. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek këndi Joni Katimit për pareceta që do të përcjellin për juve sot, e premte sot. Faktikisht neve të mërkurën dham një ide, domethënë për atë ditën e së dielës të shtunës dhe të fundjavës, mund ta themi më ndryshe. Mendojmë që edhe sot të sillim një ide të tillë që të tregojmë domethënë byrekun e javës. Se mirë është një herë në javë të bëjmë byrek. Po s'kem filluar me preshe, po s'kem filluar me ato byreket e tjera që janë. Unë sot faktikisht kam marrë atë, si thuaç, mendimin tim që të bëj një byrek me makarona, më pak makarona dhe më tepër bulmet. Prandaj them që byrek me makarona dhe bulmet. Që kur themi bulmet, me çfarë na ndodhet neve në shtëpi? E kam thënë dhe gjithmonë këtë gjë. Edhe byrek edhe makarona, do me thënë po, pak makarona. Anila, dëgjoj. Okej, se bësh ka, se unë i dua shumë, kam përshtypjen shumë i preferoj lumrat. Kush nuk i ha makarona dhe unë nuk jam kundra këtyre gjërave dhe nuk jam kundra e të gjithave ushqimeve duhet të konsumohen. Që mos fillojmë shumë me muhabet në fillim fare, nisim punën, po. Po çudi kur kemi kohë nuk na vjen në mend që të themi edhe në një kuna te pronkos kemi çfarë themi se i kemi thënë gjitha? Ashtu, tani të dashur Anvisa përveç të byrekut që do t'ju them si do ta bëjmë dhe me se do të bëhet, do të sjellim dhe një supë që unë e bëj domethënë në mënyrën time këtë lloj supe, të cilën kemi pjesët e pulës dhe unë heq pjesën e kraharorit, faktikisht. Anila, të lutem se më e fika edhe tani nuk e ndes dot më thuaj. Ashtu. Që gjithmonë ato pjesën e kraharorit, edhe që janë pjesë e kockave, nëse keni edhe më tepër, unë gjithmonë i hedh përpara në ujë të ftohtë këto, edhe me aromatizues, që me kokra piperi, ndonjë dafin, dhe do të shtoj dhe këto të tjera që i mbajta enkas për të treguar, domethënë se çfarë do të na duhet, domethënë përveç se tyre, dhe nëse keni domethënë një kofsh pule dhe një gjoks pule, ose nëse dhe keni pulën të plot, përsëri ju do të bëni të njëjtin veprim. Do hiqni pjesët e kockave, ju do t'i vëni t'i zieni në ujë të ftohtë dhe ka rëndësi kjo pse e them, dhe pastaj do të vendosni pjesët e gjoksit filetos, domethënë që është një gjë e thatë, dhe po ta hidhni që në fillim fare, ajo do lëshohet dhe do të bëhet si eshk, themun. Eshk si i thatë, një gjë e thatë që e ashpër, gjë që nuk shijon dhe nuk është shumë e shishme. Mënyra më e mirë për të konsumuar qoftë fileton, qoftë edhe këto kofshët e pulës, është që tani në moment që ka marrë val, domethënë e keni vënë kockat që të zihen në temperaturë të ulët mesatare me atë 1,5 litër ujë që keni hedhur brenda, do të shtoni këtu një kokër qep, kam hedhur gjysmë më përpara, këto degzat e selinos. Nëse doni, mua më pëlqen shumë tek kjo lloj supe, nuk e kam thënë aty, përveç se gjethes së dafinës, edhe në energjiku. Nëse e keni kështu të freskët, hidheni sepse do ju jap një tjetër shije. Një shije delikate që nuk do ta kuptoni, por do të jetë shumë e mirë dhe e shishme. Dhe përveç se pastaj vlerave ushqimoreve që ka. Pra edhe karotën, edhe ato thash kokrat e piperit më përpara, hedhim edhe preshin dhe do të shtoj këtu akoma edhe këtë kofshën e pulës. I them shumë me shumë shpejtësi. Po s'ka gjë, sepse ne i përsërisim përsëri. Edhe shojmë dhe recetën në vazhdim. Tani që i kemi kështu të, domethënë ujin të zjerë dhe të valuar, e mbulojmë me kapak dhe e lëm tani që të na zi, domethënë nuk do shumë tani, përveç se thash fillimisht kemi bërë atë lëngun e mishit të pulës me kockat për të nxjerrë shijen, tani do ta lëm për një gjysmë ore, domethënë është mjaftueshëm. Nuk dua ta teproj në zjerë, dua aq. Dhe pse bëhet kjo? Dhe është mirë që të bëhet e kombinim. Nëse se kemi pulën të plot, është mirë që të bëhet ky lloj kombinimi me fileto pule edhe me kofshë pule, që do të thotë nga fileto ja marrim proteinat, ndërsa nga pjesa e kofshës së pulës do të marrim vitamina C që përmban. Kështu që është një kombinim shumë i mirë dhe përveç se pastaj kur ndajmë atë pjesën e mishit që e presim në kubik të vegjël dhe unë nuk e bëj fije, se nuk e di pse më vështiroset ajo supa kur bëhet fije. Nuk më pëlqen kaq shumë, nuk ka atë syrin e mirë. Ashtu, sidomos edhe fëmijët e vegjël i bezdis shumë kjo gjë, kështu që ose e vendosni e prisni kubik të vegjël gjatë kohës që do ta servini, ose mund ta kaloni pastaj që ta kaloni një tigan me pak gjatë, edhe servini kështu të plot dhe konsumoni domethënë në racion. Kjo varet sipas dëshirës tuaj, por unë kam menduar këtë supë ta sjell ndryshe, jo më të prerë me vezë e limon, që sigurisht bëhet dhe është shumë e mirë, por kam menduar ta sjell pak më ndryshe që do të thotë do të hedhim kos. Këtu kam miell të kavërdisur, e kam treguar një herë tjetër dhe kur vi momenti mund t'ua tregoj edhe një herë se si bëhet ky miell i kavërdisur.
do të kemë gjalp, se kam këtu për momentin, po do të vendosim dhe gjalpin, edhe piper të kuq, edhe majdanos të freskët. Këto janë të momentit të fundit. Do t'i lëm këtu tani dhe do të fillojmë neve me byrekun. Okej. Ndërkohë që kemi bërë përpara një zjerje të makaronave. Po, një 5 minutës. Jo të plot, pra nuk duhet të janë al dente, po themi kështu. Makarona mund të përzidhni të ndryshme. Pëlqejnë shumë këto lloj makarona tagliatelle kështu, mund të përzidhni spaghetti, mund të ato tubot. Do me thënë, këto janë pak më të mira për këtë lloj byreku. Në mënyrë tradicionale është me spaghetti, faktikisht. Edhe tagliatellet bëjnë shumë të mira. Kështu që dhe unë prandaj kam përzgjedhur këto. Tani çfarë do bëjmë tjetër ne? Çfarë do të bëjmë neve tjetër? Tani të marr pak gjalpin anila, se do doj gjalpi edhe pak vaj. Se as vaj se kam nxjerr. Ja, shikon se sa shumë na duhet lufra në gatimet tona. Na duhet si për të prerë supën ai kosi lufrës, na duhet edhe për këtë byrekun me makarona që do të bëjmë sot. Sigurisht që na duhet në çdo orar të ditës dhe në çdo vakt të ditës. Duke nisur që nga mëngjesi me atë bukën e thjesht me një shtresë të hollë të gjalpit edhe me një gotë qumësh, e për ta përfunduar më tej ditën, qoftë dhe me një shishe dhall me vete kur dalim për në punë apo kur kemi atë pushimin e madh, pse jo me një shishe kefir që është fantastik dhe është një probiotik 100% natyral i domosdoshëm për organizmin ton. Po të mos flasim më pas për djathtrat që ne si popull në fakt konsiderojmë si mishgrënës dhe popull që e konsumojmë shumë bulmetin, në mënyrë të veçantë djathin e bardhë, të deles apo të lopës. Sigurisht që nuk mbetet më pas një umza që është sërish shumë e shishme dhe shumë e freskët në logon e kompanisë Lufra, po pse jo ai kaçkavalli që shijon më shumë si në copë, po ashtu edhe i grirë që na ndihmon për t'i dhënë atë prekje në fundit siç ne themi gatimeve dhe pjatave tona. E sigurisht që ne zgjedhim Lufrën dhe ndaj kemi një rezultat kaq të mirë të gatimeve plot shije në Villa 24. Do të bëjmë këtë byrekun sot, ku përtej makaronave që i kemi dhënë një zjerje të shpejtë rreth 5 minuta, na duhet sigurisht brumi për të bërë byrek. Edhe me çfarë ne i përgatisim brumrat tona këtu, pavarësisht recetave që sjellim, që nga bukët, që nga petullat, nga pitet, nga krepat edhe nga byreqet, zgjedhim mielin Ola nga kompania Atlas. Në këtë rast kemi përdorur, do ta keni dhe në recet, mielin për çdo përdorim me paketimin blu, por sigurisht që Ola vjen me mielin bio, me mielin për pica, mielin i istrit i bardhë apo i verdh, mielin e ëmbëlsirave apo përgatitjeve të kekrave që vjen në një paketim më të vogël që është thjesht për një përdorim dhe nuk ju mbetet më në shtëpi, e keni me paketimin e vogël të verdh apo të kuq, kundër të tjera ka brenda mielin, pluhurin fryrës edhe aroma të ndryshme për t'i bërë ëmbëlsirat tuaja sa më të shijshme, më të shëndetshme. Dhe me qenë se jemi të shëndetshme, mielli integral vazhdon të jetë në top listën e mielrave më të shëndetshëm që ne duhet të përdorim në gatimet tona. E me qenë se jemi tek bashkëpunëtorët tanë, unë të doja të përmendja se çfarë ne përdorim për të nisur ditën, si është plani ynë i ditës, njësoj si juaj dhe si vezës Ovital, ashtu sikurse edhe Ovital na thot për një plan ideal, nisë ditën me Ovital, me një vezë të zier, me një omlet të shpejt, që si ka mënyra se si ju zgjidhni ta përgatisni, të gjitha vlerat ushqyese, proteinat, edhe ato furnizuesit e nevojshëm të nisjes së një dite me shëndet të mirë dhe me energji, bahen në çdo kokër të vezës Ovital, pavarësisht paketimit që ju zgjidhni të përdorni. Edhe jemi në prag fundjavë, nëse do ta kemi motin e mirë e keni menduar të bëni ndonjë piknik, Vudina e kthen çdo ditë në fest, janë salçiçet e pulës që vijnë sipas dëshirave dhe preferencave tuaja, që nga ato më të hollat në paketime treshe, në salçiçet në formën e hot dogut, salçiçet e mbushura me djath, janë të gjitha plot shije dhe shumë të preferuara nga e gjithë familja. Ka ti besoj mori gjërat e nevojshme për të vijuar me gatimet. Atëherë, ndërkohë që Anila tha gjithë të informacion, unë këtu kam vendosur pjesë të gjalpi, sepse do me thënë shtrimin e byrekut, por se do hedhë edhe brenda tek masa e përgatitur, do të shtoj edhe gjalpë edhe vaj. Pra në këto lloj byreqe, kur janë bulmet, se themi që ku përdoret edhe njëra dhe tjetra. Dyja këto përdoren kur kemi pjesë bulmeti brenda, është mirë që të përdorim edhe gjalpin edhe vajin. Jo vetëm gjalp, faktikisht sepse jo se e rëndon vetëm, por vaj është ai që dhe shkriferon dhe petët, dhe jep dhe një tjetër shije, dhe një kombinim i mirë me të dyja këto, bëhet shumë e mirë edhe gatimi. Atëherë, këtu kam hedhur gjalpin që të shkris, sa me njëherë ai të lëshoj këtë aromatizimin. Mirë, po e lë unë këtë që të më bëhet gati dhe hedh këtu vezët, fillimisht.
Ndërkohë, dëgjoj dhe zhurmën e supës që po vlona aty. Zhurmën, aromën, sepse në momenti që kemi hedhur dhe këto aromatizus brënda, sigurisht që bëhet një supë shumë e mirë. Tani, përzijem vezët, vez, koko vez. Sa të mira që na janë. Vërtet shumë të mira. Ndërkohë, thamë me bulmet, që do të thotë? Që ndodhet, qumshin pa tjetër që do hedhim qik, se e mbëlson makaronën dhe ne bën shumë të mirë. E hedhim qumsh dhe do të hedhë këtu të pjesa e makaronave, përmërsisht që të klute manila s'kam forcun. U plaka unë. Vajzat e reja të marrë stafetë. Janë të mbyllura mirë dhe kjo janë mënyrë hermetike dhe mund t'i hapësh të dyja e dashur, sepse do i përdor të dyja, ju ngelet pak kos, ju ngelet pak keni qumësh, dhe me thënë, janë gjëra që neve i duam në shtëpi, si popull e përdorim shumë edhe qumshin edhe kosin, djatin, janë gjëra që nuk na mungojnë, dhallën. Tani, këtu tek pjesë e makaronave, përveç se unë kam hedhur edhe pak, si tua zhvaj në momentin që i nëzora, i hedhe edhe pak qumësht që të shkriferohen dhe qumshi e mbëlson. Qumshi e mbëlson, kosi e jep një tjetër shije, do me thënë, e pret, nëse s'keni gjiz, edhe keni, do me thënë, kosin, kosi luan atë rolin e gjizës, e pret, do me thënë, edhe na e bën si gjiz. Tani këtu gjalpi shkriu, nxori aromën e mirë, dhe tani është momenti që do të hedhe dhe vaj. Me këtë gjalp do të përdor edhe për të lyer petën, por sigurisht që do të përdor që do hedhe dhe pak brenda këtu tek mbushja. Atëre, kemi hedhur qumshin. Me çfarë do ta bëjmë tjetër? Keni pak djath, do shtoni djath. Keni pak djath të verdh, nga ky, do me thënë që është si thua i grirë dhe keni gati, ju ka ngelur një dorë që keni pregatitur makarona, diun me mish apo makarona të thjeshta kështu me domate. Pak djath, çfarë t'ju ngelen, kjo është ideja këtij lloj byreku. Kështu e bëni dhe nëna dhe gjyshet tona dikur. U ngele diçka edhe ja aty Janila, faleminderit. U ngele diçka edhe i mblidhnin dhe bënin, do me thënë, u ngeleshin makarona që kishin zier për shkakun. Edhe mblidhni e bëni një byrek për të kaluar një vakt tjetër dhe një ndryshim. Kjo mbushja është si një pastiço? Paka shumë si pastiço, jo paka shumë, po edhe pastiço në njëjtën gjë kishte. Mirë, po këtë lloj e bënin anvisat, faktikisht është një traditë e zonës jugut dhe me këtë marr shkasë të falenderoj zonja Sopiqote. Sepse përveç se pastërtore, përveç se duar arta, përveç se mikpritse, po bënin dhe ato gatimet, ç'të të them, të lëpije gishtat, të gjitha një e nga një, janë të mrekullueshme, i dua shumë, nostalgjika jam për vendin tim, për fshatin tim, dhe këtë lloj byreku ato, do me thënë, e bënin kur ngeleshin këto gjëra që ju thash, edhe mirë me vete në punë, sepse ato e kishin fshatin, do me thënë ishte lartë fshati dhe zbrisnin të punonin në fushë kooperativ, që do të thoshte e mirë me vete, ishte diçka që mirë më kollaj me vete. Kjo ishte ideja e këtij lloji byreku, do me thënë që e bënin. Dhe origjina dhe tradita është e zonës ashtu, pa çka më që është hapur gjithandej më mbrapa, por si origjinë është andej. Mos o dëgjojnë këto të tjera, thonë për edhe ne kemi bërë. Po sigurisht po, çdo vend e ka atë mënyrën e vet. Tani do të hedh unë këtu edhe pak kos. Edhe nëse ju ngelet kos tjetër, e di si e bëj unë kur më ngelet kosi dhe më ngelet një sot për të nesmen. I hedh shtoj pak ujë, e mbyll me kapak dhe e përzije kështu, edhe bëhet të dhall, edhe ndalin dhe ca si copsa gjalpi. E di që dhe unë ashtu e bëj. Sidomos ai kosi në fund që mos shkoj dëm, se gjithmonë ngelet pak në shishe dhe është vështirë ta nxjerrësh jashtë me ujë. Shumë mirë. Kam vështirë që gjitha zonjat ato më ashtu e bën se nuk e çojmë dëm atë kosin që ngelet në fund të shishes. Shiko, neve të duhet më kos. Ta mbyll domethënë. Ti hedhin dhe pak thua? Nëse duash. Do na duhet edhe për supën, megjithëse kemi edhe kosin. Kemi edhe kosin tjetër, po s'ka gjë, ja mbajmë. E tani këtë pjesën e djathit, e coptojmë, edhe nuk do hedh gjiz. Nëse nuk do kisha kos, do kisha qumësht, do me thënë, do shtoja vetëm qumësht gjiz, edhe e kemi në rregull. Nëse do na kelet kohë, me këtë gjizën që e kam tapur, do t'rregojmë një recetë tjetër që është shumë e thjeshtë, me speca, me miell të kavërdisur dhe me qumësht. Bëhet shumë tjetër. Do shohim se do jemi me kohën deri në përfundim të pjesës së dytë. Të vëmë një herë përpara recetat që i kemi programuar dhe pastaj gjithmonë Kati na shton diçka në fund. Ja, ka që është mjaftueshëm, nuk hedh më shumë. Të pastroj duart edhe me një herë.
Nëse do të kemi mundësi të shohim recetat në ekran një moment në vazhdim, se jo të mos i lexojmë së bashku. Kemi nisur pikërisht pra këtë mbushjen apo harxhin e byrekut me bulmet dhe makarona dhe në duhen 400 gram miell për petat, mielli për çdo përdorim, 300 gram makarona, sipas dëshirës suaj, forma, spageti apo pene do të ishin më të preferuara. Na duhet djath, qumësht, kos, krip, piper, armos, kanti, vaj edhe gjalp. Këto janë të gjithë përbërësit, jemi në gjysmë të punës, dhe do të tregojmë në vazhdim. Supë pule e prerë me kos. Na duhet mish pule, një qep mesatare, një karot, një deg selino, një gjethe dafine, na duhet piper, 3 lugë oriz, një filxhan kos, një lugë miell të kavërdisur, një lugë piper të kuq speci, 2 lugë gjalp dhe në fund majdanozi që është dhe për servirje. Këtë mielin e kavërdisur ne kemi bërë më duket të hënën, Kati? Kati s'po ham dot një gjë aty, mirë lëre. Në YouTube, shkoni në kanalin e News 24 ose Villa 24, një 3-4 ditë përpara, më duket se ka qenë në hënë, ku ne kemi treguar se si bëhet kavërdisja e miellit, për ta patur gjithmonë gjysmë gati, kur ne e përdorim për gatime, për të trashur një supë me një lugë miell apo lëngun e mishit, apo lëngun e tasjebapit, për çdo lloj gatimi që përdoret miell. Dhe kthehet kështu. Pra bëhet si një mielli i pjekur, ndryshon pak edhe ngjyrën, dhe të tillë ju mund ta ruani në kavanoza në shtëpinë tuaj. Dhe sa herë ju duhet, merrni nga një lugë edhe përdoren në gatime, ashtu siç do bëjmë dhe ne sot për të prerë supën. Të duam? Ja, të fikja këto, sepse nuk i dua që t'i kemi kështu ndezur. Tani nuk e di ku jemi dhe e përqendrohemi më mirë. Në studio. Mund ta heqim, Alina nuk e di, ta kemi këtu afër. Po, do na duhet për petët? Po. Atëre, këtu kam hapur petë mund t'i hapni vetë si të doni, 3 petë poshtë, 3 petë lartë them unë për të përgatitur këtë lloj byreku. Unë i bëj 3-3 dhe i hap një herë. Do t'rregoj edhe këtu i kam gati, do t'rregoj se sa shpejt hapen. Them gjithmonë që ky lloj mielli na nderon dhe na i bën shumë të mira këto petë, të shkrifta, dhe është ajo që them që hapen edhe me dorë. Tani do të hedh pak gjalp këtu brenda. Edhe do të mbaj edhe tjetën që do të më duhet pastaj për sipër, po. Për sipër do të hedhim edhe shqeto vaj. Shqeto vaj. Të gjithën besoj në një në mes. Faleminderit Anila. Ja. Po, sa imi që bëhet. Nuk e keni idenë se sa i shishëm bëhet ky byrek. Edhe me ato që na ndodhen neve në shtëpi. Pak nga njëra, pak nga tjetra, një dorë makarona edhe jemi në rregull. 400 gram miell për të hapur petët, edhe shtëhani. Byrek më të shishëm, më të mirë nuk ka. Edhe mos më thoni që moj Katerina, po brum. Së është brumë jo, se tani kohët e dimrit kemi nevojë edhe për këto. Ndryshon edhe ushqime, patjetër. Tani tjetër për punën e petës, po mund t'i heqim Anila të lutem. E janë që këtu. Një mënyrë është, shiko tani, them unë tani, e kam unë fajin, apo është vetë peta që të nderon, do me thënë brumi. Shiko, silla shumë këtu, edhe, përse të bënë pak me këshu, e vendosim direkt. Po me miell është bërë. Jo, po miell, po qa miell? Sa peta kishim aty? 3. 3 kanë qënë dhe në fundë? 3. Edhe, do të them edhe këtë tjetër, qëndër me petëve, kam hedhur vaj edhe gjallë, edhe një seshte. Prandaj dhe shkrifërojnë dhe mos kini merakë që do dalin kështu, sepse ato ndërmjet tyre kanë atë gjalpin e mirë. Tani do t'i hedhim pak gjalp më tepër rreth e rrotull që është pak me plot peta, që të shkrifërohet. Faleminderit Anila se po e mbaj. Nga ky gjalpi tani edhe vaj, se keni ide domethënë se sa të mirë që e bën. Një sekond tani ta mbledhim. Ta bëjmë kështu si thëmbër. Si ka që ta ktheni, pase si do ta bëni, s'ka problem. Këto e kanë qikë si më me teknik të korçarkat.
Që e bëjnë kështu si gërshet, si të dredhër. E bëjnë që janë duar arta në këtë drejtim dhe e kanë atë, si tuash, zanatin e tyre. E bëjmë ndryshe ende nga jugu. Me thënë të drejtën, unë vonë kam mësuar të bëj, do me thënë, kështu, bireqe. Vërtet? Po. Sta je për shtëpje. Jo, duke sikur e ke tënden. Shiko. Dakor, po më mëson njeri ose sështë shdo bësh. Vetëm po mos të duash, se po të duash shdo gjëbën. Pa va. Ashtu, dëshira është, ta kesh dëshirë, pasion. Edhe unë më shumë se këshu e kam pasion, pasta edhe kam parë në nëntime, e kam pas shumë. Po, edhe ajo ndikon shumë në fakt. Niko qire duarat, edhe ka të bëj shumë edhe ajo gjë. Tani, ajo që ngellet, prap të gërsheti, se bëra unë gërshet, po. Të ansoret. Të ansoret, ta themi më mirë neve, mos ta themi gërshet, se të thonë që ku e ke gërshetin. Gërsheti ma ato grudës. Si që më kujtua. E marrë kështu sepse gjalpi në fund fare, kur shkrin, kryon ca kështu, do me thënë, që mbete. Po që kanë shia, ama. Dhe kanë shia shumë të mirë. O, që aromë të mirë që kanë zirë kjo. Të mendoni që është ende i papjekur, po kur të piqet këtë byreko? Gjalpi kanë zirë një aromë shumë të mirë. Gjalpi po, që kur shkriju ishte shumë i mirë. Ja. Gjalpi edhe vaj, nuk kemi vetëm gjalp, kemi gjalpi edhe vaj. Ajo që ngellet, një pastrim. Edhe, themi edhe temperaturën. Edhe temperaturën 180 gradë si gjithmonë byreket, mos i vëni temperaturë të lartë. Dhe do t'a lëni atje të paktën për 20-25 minuta, po shikojni vetani, varet edhe nga furat. Atje shikojni juve, kur venit e 20 janë, shikojni, hidhi një suj, shikojni, mos e lëni kjo t'ju digjet. Që mos digjet, po. E qojmë në furë. Gati byreku jonë me makarona dhe me bulmet. Lartë kemi ndezur, me kujdes duar, ndërkohë që regjia na njofton edhe sa minuta kemi që ne të mbledhim kuzhinën. 2 minuta ko. Shiko, në 2 minuta... Unë mendoj që nuk ja vlen të... Në 2 minuta unë këtë do të bëj. Do të përmbledh kuzhinën time. Edhe ajo që duhet të bëj tjetër është sepse përveç se ta shu ta lëm diku këtu dhe të filloj që të nxjerr të pjesën e mishit, të kulloj pastaj në pushim lëngun e pulës, edhe të perimeve, sepse ka edhe perime brënda, dhe ta kemi gati. Dashuran vizat do të shtoj dhe orizin që të jemi gati, do me thënë që të harim që të tregojmë të përfunduar pjatën. Sepse është e ditur, unë do të heqja atë pjesën e mishit, do të ndaj ashtu si që unë ju thash, dhe do të shtoj më mbrapa orizin brënda në tenxhere, do të ardhëm që të zje vash dhe kur do rikthemi, të jemi në momenti që të tregojmë se si është bërë supa, se një që të hedhur orizin brënda dhe lëngu të gjithë e dim. E lajmë 3 lugë oriz dhe hedhim brënda e lëngun që neve kemi pregatitur. Po të shikojmë këtë lëngun e pregatitur. Që do të thotë të nxjerrim pjesën e mishit. Ja, kështu. Sa aromë të mirë që më kanë nxjerrë edhe pjesa e Nene Gjikut, me thënë të drejta. Nene Gjiku, dafina, karota, kemi edhur selinon brënda, kemi edhur pulës i shkon shumë, edhe pjesa, edhe rozmarina. Rozmarina i shkon jashtëzakonisht shumë, prandaj nuk është e thënë këto gjëra që unë ju thash që do hidhni brënda, ju mund të shtoni ose mund të paksoni, do me thënë, dhe të jepni atë shijen tuaj. Por ju, si tuash, garantoj që nëse do shtoni dhe pak në energjikë brënda, nuk e keni idenë se sa supe mirë dhe sa i shishme do të bëhet. Do të ketë një tjetër shije dhe më thuaj, Anila, nëse mbaruam... Jo, të merremi me kohën e duhur në ndërkohë pa nevojën e publikut, sepse thamë që do bëjmë një shkëputje dhe kur të kthehemi do jemi edhe pak më të organizuar për t'i vazhduar rreth aty ku ju keni nevojë t'i shihni se si vijojnë më tej deri në përfundim të tyre. Këtu ju presim, pastrojmë kuzhinën, po. Ja ku jemi në studio për sëri me Katin që vazhdon të ketë punë edhe pse thamë që do bëjmë një shkëputje dhe pas asaj shkëputje do kthehemi me të gjitha gjërat gati, pas kanë qenë më të gjata se sa ne mendonim.
Sigurisht, Anila, nuk është edhe thjesht që të sistema të organizohesh me minuta. Kulluam edhe, si të thuash, lëngun, hoqëm ato pjesët e mishit, e coptuam mishin, sepse thamë që do të bëjmë ndryshe, nuk do të lëmë që të fizohet ashtu, do të bëjmë në copza të vogla. Ndërkohë, kemi hedhur dhe orizin këtu brenda. Që me që duket, ka filluar? Ka filluar, po, ka filluar që të zihet edhe të na bëhet gati. Ndërkohë, pasi se shtuam pak lëng tjetër neve, të nxehtë. Edhe ka filluar orizi goxha që të ashtu shikon, nuk e duam do më thënë që tjetë shumë i plot, tjetë sup, tamam lëng. Është në rregull, tani është momenti që të shtojmë edhe pjesën e ta heki fare se besoj. E mishit? Po. Pjesën e mishit, okej. Atë neve thamë që e coptuam, e kemi coptuar kështu në pjesë të vogla, kështu, në copza mishi, unë kështu e dua. Të ndihet, atë që ju thash pak më përpara, duhet që të ndihet, jo të jetë fije, të jetë kështu copza. Ose do të lëni kështu të plot pasaj, ta ka vërtisti me pak gjarpe dhe ta servini në një pjatancë. Por edhe kështu është mënyra më e mirë për të vendosur brenda te supa. Edhe ky lëngu është bërë shumë i mirë, kanë marrë atë shien shumë të mirë me gjithë këto aromatizues që hodhëm neve brenda. Tani shikoni edhe mishin si është që duket më mirë atje akoma. Dhe jemi në momentin, pasi kjo do të qëndroj akoma edhe pak, do të përgatisim edhe pjesën e asaj salsës, se si thuash një lloj salse mund ta themi ose ta presim në vend me vezë dhe limon, do ta bëjmë me kos, me miell të kavërdisur që kam unë këtu, edhe me gjalp, piper të kuq dhe majdanoz. Shumë mirë. Që është e vërteta të grit pak majdanoz, Anila. Miell, kos, gjalp. Kemi lënë dhe vezët për ju që doni të bëni atë prerjen klasike me vezë, piperin e kuq, gjalpin e kemi këtej, shumë mirë. Dhe bëhemi gati për të treguar në mënyrë. Të shojmë të byreko. Jepi një çik. Ka filluar të marri Jepi pak në dimes, Anila. Ato koren nga sipër. Sa të na bëhet edhe pak kjo, të pres pak majdanoz që ta kem këtu. Ta kemi gati. Ta kemi gati, sepse majdanozin do ta hedh kështu. Do ta tregoj se si do ta hedh brenda tek supa. Bëhet një supë shumë e mirë, shumë e shijshme, dhe pse mos të bëhet. Gjithmonë nuk është vetëm se mishi që të bëj supën e mirë, por janë dhe këto gjithë përbërësit e tjerë që neve hodhëm brenda, aromatizuesët, që nga selino, që nga piperi, që nga majdanoz, do me thënë karota, qepa, dafina, kemi hedhur dhe në energjik neve sot, mund të shtoni rozmarin, pra ato që juve ju ndodhe në shtëpi, por sigurisht që duke shtuar sa më shumë nga këto erza dhe baharna, përveç se u bën mirë, keq nuk i bën, por duhet të dim që janë të jenë ato që kombinojnë me mishin e pulës. Jo të shtojmë diçka që nuk shkon. Duhet jemi pak të kujdesshëm në këtë drejtim, që të dali gjella ashtu siç duhet. Nga të gjitha këto erza që unë përmenda, janë të gjitha që i shkojnë mjaft mirë supës së pulës dhe mishit të pulës. E dua pak kështu, do me thënë që tjetë në këtë drejtim. Tani Anila do ta bëj andej unë atë salsën. Okej. Pra ty të duhet piperi, më thuaj mua që ti apo jo? Do marr mielin, gjalpin fillimisht. Gjalpin e kemi aty. E kam këtu. Këtë më duhet të më ndiset sopa. Tu jam pak. Këtu çalon puna. Këtu çalon puna. Nuk jam e kësaj sobe. Tani gjalpi, 2 lugë gjalp thamë neve, do ta hedhim, do shkri gjalpi, do aromatizohet, për pjesën e miellit e kemi gati, sepse, me qënë se kemi pak kohë, të them dhe për pjesën e miellit, se si kemi haritur deri këtu. Pra të dashur anvisa, duhet të them këtë. Jep atë qesën të lutem, Anila? Këtë. E zëmë se marim një qesë miell, kështu. Miell për çdo përdorim. E marim këtë, e hedhim të gjithin në tigan. Edhim në tigan dhe vendosim në temperaturë të sobës, duke e përzirë me një lugë druri her pas here, sa ajo të filloj, të ndryshoj dhe të marri këtë ngjyrën bezh, ngjyrë ari, themi ne, ose ngjyrë bezh. Më mirë, thuajni juve si të doni. Dhe përveç se nxjerr atë aromën e mirë, e kemi një miell të gatshëm për të gjitha llojet e përdorimeve, atje që neve përdorim miell, si themi ne, për të trashur lëngun. Për të lidhur lëngun, për të bërë një supë më kremoze,
por që mos të vijë era e miellit dhe të keni atë aromën e mirë që vërtet ju përdorët miell, por ka një aromë të mirë, bëjeni kështu dhe do më kujtoni. Pasi e keni kavërdisur, lëre do me thënë të ftohet pak, mblidheni në një enë qelqi, me kavanos qelqi kështu, mbyllë me kapak dhe keni atë për derisa juve të mbaroni ato gatimet tuaja dhe pastaj sepse nuk prishet, do me thënë, kjo është ideja, që nuk e gjen asgjë, mund të qëndroj ashtu për kohë. Përkundrazi që është më, si thua, më i mirë. E kemi edhe gjysë gati kur gatuajmë pastaj. Tani këtu dua pak të më shkri ky gjalpi, se mielin e kam gati. Po. Sa të shkri gjalpi, do të hedhë mielin, do të hedhim këtu brenda. Do të përzi e kosin me prit, me mielin. Ma i pa tani la të lutem, marim ato. Marim, se këto da bëjmë dhall. Ato e bëjmë dhall, po. Se besoj, na duhet e gjitha kjo? Sa është? 200 gram. 250 që duhet jenë? Ska gjë, s'ka problem, ja, këtu është. Ku e kemoj? Këtu është, dhe me di 250. Po su bë kiameti 250. Një gotë është. Një gotë, pra përndaj thash 250. Një gotë kos. Një gotë kos. Që nuk të plevitos. Kanti edhe rimat e veta. Kam hallin e byrekut dhe shoj që kanti e shikoj pak? Jo, ato do të shikosh ti se mos më lërë pa byrek. Tani, me që neve kemi këtë kosin dhe kemi këtë mielin, që kemi të kavërdisur, nuk ka nevoj të kavërdiset. Që do të thot, ja më kemi këtë lugët, se i ka marrë të gjitha që mos të ulem, po prap ulem, se është refleks që janë atë poshtë. E përzim, do e ta këta. E trazojmë. Në aromë shumë e mirë nxjerë mielli tani në këtë moment. Mos ta di gjithë më shumë se shduhet gjalpi? Jo, ja. Tani do afrojmë këtu. Okej. Se këtu brenda do të hedhim edhe një luk tjetër të lutem Anila. Mos të fshi këtë. Të hedhim piperin e kuq. Një luk të varet nga sopat që keni. Do të nxirni nga zjarri dhe do të hedhni, nuk do të lëni në sopë, se aji pastaj digjet. Dhe në vend të merrni atë aromën e mirë, merrni aromën e keqe. Shtoni edhe majdanozin brenda. Dhe majdanozi tani në këtë moment, lëshon dhe aromat më mirë. Dhe një këmbim i tillë bëhet shumë i mirë. Dhe këtë e keni pastaj për t'ja servirur supës tuaj. Supa jonë është bërë. Rregullojmë temperaturën. Të duhet mielli me kosin tani? Po. Nja. Marim lëngë. Edhe e hedhim, e rregullojmë, do me thënë, e hedhim ujin kështu, në mënyrë graduale. Mielli që kemi hedhur nuk e lë kosin që të pritet. Është shumë e rëndësishme kjo. Po Janila, si kur kishim dhe këtu, mirë është të shtojmë në një vezë, në një të verdhë vezë. Kemi, ja. Edhe një vezë më të shtojmë, si të dëshirash. Në fakt i jep lezeta jo veza, edhe ngjyrë, edhe... Tani, nëse duan, mund të ja shtojmë, nëse duan jo, po hajde t'ja hedhim neve. Mos e kini merak se nuk pritet veza. Po do një hidhni të verdhën, po, është treguar temperatura tani, kështu që nuk pëson asnjë gjë. Do një hidheni të plot, do një hidheni vetëm të verdhën, çfarë të doni juve. Nëse doni, mund ta përzini më përpara para se ta hidhni, nëse keni frikë, por asnjë gjë, shikoni se sa kremoze është bërë, që mos të thoni që shiko, u pre, nuk na u pre dhe nuk u bë ashtu si thua pjesë-pjesë. Edhe pak. Tani këtu do hedhe gjysmën e sasisë këtij, do me thënë, salsës që pregatitëm. Edhe tjetën do kemi pak që të mbajmë për të servirur në fund. Në pjatë. Po. E përzim, edhe e hedhim
tek supa. E vendosim tani edhe një qik. Po, shumë e mirë del. Shumë e mirë del. Shumë e mirë del. E lëm të marri 2-3 valë. Edhe do në temperaturë të ullët në mesatare, nuk do temperaturë të lartë, tani në momenti që e hodhëm, do me thënë, pjesën e miellit, të marrë një 2 valë dhe do të kemi gati pasaj për ta servirur. Okej, shumë mirë. Ndërko, sa të bëhet momenti gati për të shërbyer supën, shohim recetat. Për herë të fundit në ekran, çfarë kemi përgatitur sot? Supule e prerë me kos, është drejt përfundimit. Kjo është receta me të gjithë përbërësit, pra mish pule, një qep mesatare, një karot, një deg selino, një gjethe dafine, piper, 3 lugë oriz, një filxhan kos, një lugë miell të kavërdisur, një lugë piper të kuq speci, 2 lugë gjalp dhe majdanoz. Dhe byreku me makarona që kemi në furrë dhe për pak do ta nxjerrim për të parë edhe se si duket i pjekur, është bërë me këtë recetë. 400 gram miell për petat, 300 gram makarona, djath, qumësht, kos, pra bulbetra sipas dëshirës dhe çfarë ju gjendet në shtëpi, kripë piper, ar moskat më duket, po, vaj edhe gjallë, po, okej, ko ishin të gjithë përbërësit e kësaj recete, byreku është në ato momentet e tij të fundit për të dalë nga furra, ka të hidhur një sy byrekut se unë e kam parë deri tani, por nuk e di nëse në syrin tënd është koha apo jo. Dhe nëse është bërë gati, shikoj e vetë. Si të duket? Të duan? Po, ku kemi ato dorezat, po. Merë edhe këtë. Faleminderit. Të lutem. Dhe e vendosim këtu në mes të kryesës, janë ku është byreku, i pjekur me makarona në mesë, me makarona dhe me bulmet. Këmë shënduar që ta ham i për mirë qef, duket, një byrek shumë i mirë, nuk e keni idenë se sa i shishëm që bëhet, edhe pse mos të bëhet, me bulmetin që neve kemi hedhur brenda, me gjithë të përbërësit e mirë, sigurisht që është atë pjesën e dhallës mundet dhe me thënë që të shtoni ujë dhe të shoqëroni me një gotë dhallë, por jo vetëm, sepse përveç se këtyre kemi edhe dhallë, dhe me thënë. Kemi dhallë gati nga lufra, madje edhe me shije, edhe jo shije të vetëm. ndryshme, dhallë, kefir, çfarë të doni juve, dhe çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpiat tuaja. Kur ne ju thamë për kosin që ngeli, mund të shtoni ujë dhe ta bëni dhallë. Ja, kështu. Një tjetër gjë. Ta shërbejmë dhe supën. Supule dhe byrek, është në rregull dreka jonë për sot. Janë edhe shoqëruese shumë të mira të njëra tjetrës, pra përgjithsisht kur bëj byreko do duhet të shtojmë një pjatë supë apo një sallat, diçka që të mos duket si e varfër dreka. Kjo është mënyrë tjetër, domethënë, të gatuarit me kos, edhe atë që dua t'u them të shikojnë që kosi nuk është pre, po përkundrazi, është bërë si krem, e kjo është supa që duhet bëhet kështu si krem. Edhe unë që kam zakon që dua pjatën ta mbush plot. Na e mbushte nëna jonë dikur. Është çik zakon shoqërie. Zakon, po. Të gjitha nënat. Të gjitha nënat. Sidomos për djemt. Po, ç'a bëj. Ka ndryshuar një çik ora, sikur nuk është më tani. Se është për vajzat? Për të dy njësoj. Jo, thash se mos është... Në mënyrë të barabartë. Në mënyrë të barabartë, ashtu po. Por që nënat tradicionale kanë pasur gjithmonë atë... Po mirë, se djemë nga natyra ka nevoj për pak më shumë ushqim, se djegën më shumë energji, është çështje metabolizmi. Jo, s'është ajo. I mbaj ma hatur, do të thuash ti? Janë më delikato, se vajzat janë të zonjat e vetes, po djemë presin nga vajzat. Ja, po gabim që presin nga vajzat. Pse duhet presin nga vajzat? Jo, mos të presin nga vajzat, por të jenë të zotë të vetes. Dhe po flasim dy mama çuna është tani. Nuk na Nuk shkon kjo biseda fare, se do thonë i mbani ma hatër. Jo më jo, se i dua më shumë. Një këshilla ime me që ra këtë muhabet, Anila nuk e di si jemi me kohën, duhet të them anvisave, duani më shumë nuse dhe respektoni, se po doni ato sigurisht që keni dashur edhe djalin tuaj. Është zgjedhja e tij dhe kur djali ka zgjedhur sigurisht që ka bërë zgjedhjen e duhur, sepse është djali juaj. Kështu që do të merrni konsideratë, do bëjmë një temë diskutimi javën tjetër për këtë marrëdhënie nëse vjen. Është këtë që e them nga si thua nga eksperjenca ime dhe prandaj e them.
Dhe është gjëja më e mirë që duhet bërë dhe si thuash, harmonia në shtëpi, dashuria, këto janë gjërat më të mira, këto kanë ngelur sot. Unë e kam thënë dhe them gjithmonë që nuk kanë vlerë gjërat e mëdha, sa ka vlerë, do me thënë, dashuria dhe harmonia në familje. Ju bëftë mirë. Të lumshin duart, unë e pickova një kore këtu. Mire bëre. Nuk rria dot, unë vdes për këto anët e byreku, të më thënë mund të ha vetëm këto dhe jam në rregull. E po dhe supën mund të ashanine dhe t'jesh në rregull. Më pëlqen të kërcet kështu. Dhe atë që ju thash anvisave, kjo është ajkosur supa, nuk është prerë që të ndajet kosi dhe tashu. Një supë e ajkosur, një supë që të hash për qef. Ani mbaje këtë plan se shumë i bukur. Ashtu. Faleminderit. Të ndahemi tani, ti themi mirupafshim zonjave, ti urojmë një fundjavë të mbarë, edhe ty gjithashtu, sa unë do kthehem prapë. Faleminderit e dashur Lani, është kënaqësi si gjithmonë që ndaj këtë ditë bashkë. Do të thënë, këtë emision me ty, sepse ç'është e vërtetë kam një yll në krah që më shkëlqen dhe mua. Ju falenderoj dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur, ju dua shumë dhe ju bëft mirë. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, se do të merrni ato të lumshin duart nga gjithë pjesëtarët e familjes. Mirupafshim. Të lumshin duart dhe nga pjesëtarët tanë të familjes. Shkojmë në publicitet tani dhe kthehemi prapë.